Ernest Muçi është magjik, futbollisti shqiptar, po vazhdon që të dhuroj performanca mbreslënse dhe një tjetër ndeshje të nivelit të lartë e dhuroi kundër Beshiktasit. Një ndeshje e përfunduar në shifra 3-3 me një rast të artë që shqiptari e kishte sërish në minutën e fundit për të përmbysur ndeshjen në 4-3. Trabzonspori është duke luftuar për titullin kampion dhe i duhet një fitore për të mbajtur ritmin, por për mënyrën se si shkoi ndeshja, e rëndësishme është fakti që shmangu humbjen. Goli i parë i ndeshjes për Trabzonsporin u realizua nga Muçi dhe ishte vërtet i bukur, teksa me topin në ajër goditi menjëherë duke gjetur cepin e rjetës, por më shumë se sa goli, ajo që po flitet gjatë është i momenti pjesës së dytë, ku rezultati ishte 2-3 në favor të Beshiktasit. Jurasek kishte një shans të artë për të mbyllur ndeshjen në 2-4, një moment kundër sulmi me Jurasek të freskët pasi hyri në fushë në minutën e 77 dhe ishte pranë golit në minutën e 81. Ernest Muçi ishte në fushën e Beshiktasit, por pasi pak të sken, ndezi turbën dhe përshkroi 60 metra duke arritur i pari te lojtari i Beshiktasit. Jurasek arriti ta kalonte Muçin, por u humbi në driblim dhe më pas e kishte më të vështirë pasi u mbulua edhe nga një tjetër lojtar i Trabzonsporit, duke humbur kështu shansin e artë të golit. Të gjithë po flasin në Turqi për këtë moment, veçanërisht tifozët e Trabzonsporit, të cilët shprehen se kanë parë mjaftueshëm dhe se me këtë sakrificë të madhe që Muçi tregoi në këtë rast, kartoni i tij duhet të blihet menjëherë nga klubi. Kjo pasi nëse Jurasek nuk do të kishte mbulimin dhe humbjen e kohës së Muçit në atë moment, do të gjendej vetëm përpara Onanës dhe do të kishte shënuar golin që do të mbyllte ndeshjen. Për këtë rast ka folur edhe trajneri i Trabzonsporit, Fatih Tekke, është pikërisht ky njeriu i cili ka shndruar Muçin që ka realizuar 6 gola në 4 ndeshjet e fundit me Trabzonsporin në kampionat. Tekke ka komentuar gjithashtu faktin se si ka arritur që të shndrojë Ernest Muçin. Ai u shpreh se klubi është kujdesur edhe për familjen e shqiptarit, duke i bërë një trajtim tjetër dhe njëkohësisht kanë krijuar raporte të forta emocionale me të, duke e mbajtur më afër. Kur u kapën në tranzicion, Muçi ishte aty për të marrë topin nga Jurasek, megjithse ishte një nga lojtarët më të largët. Ai ja doli mban, fizikisht edhe sa i përket dëshirës, po jep gjithçka nga vetja. Çfarë kemi bërë atij, loja jon dhe roli i tij është shumë i qartë. Për mua futbolli është pak më ndryshe. I kemi dhënë një hapësirë të madhe Muçit dhe familjes së tij. Ne presim që Muçi të shënojë ose asistojë në çdo ndeshje. E presim realisht këtë. Lojtarët dhe stafi kanë krijuar një raport të afërt emocional me Muçin, tha Tekke.